Në të vërtet, Muzeu i Shkencave të Natyrës Sabia Kasimati përfaqëson një institucion unik në Shqipëri. Ai është pjesë e një organizimi më të madh, që në fakt përfshin edhe Kopshtin Botanik, ashtu si dhe herbarin kombëtar, e cila po ashtu përfaqëson një pasuri të vyer të florës shqiptare. Muzeu i Shkencave të Natyrës në të vërtet është iniciuar ose ka pasur ide zonja e nderuar Sabia Kasimati, për të cilës ne kemi marrë dhe emrin e Muzeut të Shkencave të Natyrës. Kjo është një histori më vete, pastaj mënyra se si është, le themi, si është vendosur emri i Sabia Kasimatit, emri i është vendosur Muzeu të Shkencave. Po, sepse është ngritur në të vërtet një grup pune, cili për shkak të kontributit jashtëzakonshëm Sabia Kasimatit edhe si shkencëtare, por edhe si iniciatore e ngritjes së një muzeu kombëtar ku do të përfshihet herbari kombëtar, për këtë arsye është vendosur të nderohet pikërisht Muzeu i Shkencave të Natyrës me emrin e saj, e cila po ashtu përfaqëson dhe biologen e parë shqiptare. Që këto janë fakte vërtet shumë interesante, një biologe femër dhe me sa di unë, të paktën me sa kam informacion, ajo ka studiuar peshqit e Shqipërisë, ka shkruar edhe një libër për peshqit e Shqipërisë, si quhet në gjuhën shkencore profesioni iktiologe. Pra Sabia Kasimati ka qenë një iktiologe, që do të thotë një studiuese shkencore e botës së peshqve. Peshqit e urave të ëmbël, ajo ka bërë artikull shkencor, fatkeqësisht monografia e saj nuk u botuar, nuk dihet se ku ndodhet, megjithatë është e qartë që kontributi i saj është i jashtëzakonshëm. Jo vetëm për studimin e peshqve, por edhe për idet e saj të kohës, idet novatore për të hapur një muze të shkencave në Shqipëri, në vendin e saj.